Pas deklaratës së Rogertit në Big Brother 5 vjen reagimi fort nga familjarët e Stenaldos, thellësisht çnjerëzore. Debati i zhvilluar ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother 5 ka shkaktuar reagime të forta jashtë saj pas një deklarate të rëndë nga Rogerti ndaj Stenaldos gjatë përplasjeve verbale. Rogerti u shpreh se Stenaldo e ka mallkuar Zoti për shkak të aftësisë së tij të kufizuar në shikim, një deklaratë që ka ngjallur indinjato menjëhershme. Familjarët e Stenaldos, të cilët menaxhojnë edhe llogarinë e tij zyrtare në Instagram, kanë reaguar publikisht duke dënuar ashpër gjuhën e përdorur. Në një postim të shpërndarë në rrjetet sociale, ku shfaqet edhe video e momentit të ofendimit, ata e cilësojnë deklaratën si thellësisht çnjerëzore dhe të papranueshme. Sipas familjarëve, përdorimi i Zotit për të justifikuar fjalë urrejtje ndaj një personi me aftësi të kufizuara përbën mungesë totale empatie dhe është një nga nivelet më të ulta të mendimit njerëzor. Ata theksojnë se askush nuk duhet të përdor besimin për të justifikuar ofendimin, diskriminimin apo dhunën verbale. Ngjarja ka hapur një debat të gjerë në rrjetet sociale.